Mirë mbrëma, sonte në pikë vazhdojmë bashkëbisedimin me Blerim Shalën. Blerim, mirë se vjen. Mirë se tjeta. Po vazhdojmë aty ku e ndalëm. Viti 2004, një vit dramatik, kthese. Po vit dramatik, kthese i paralajmëruar, domethënë kronikin e ngjarjeve paralajmëruar mund të themi ashtu dhe mbas ta thajmë çka përmendëm herën e kaluar, veç mas analiza Richard Fodboku doli e sakt, nuk mund të vazhdohet me këtë vendnumrim. Harri Holkeri patar, ish kryeministri i Finlandës patar, si shefi i UNMIK-ut. Holkeri bile patëm koinciduar analizat nëse s'ka bëjton edhe te, patëm krahasuar me Harry Potterin atë kohë, domethënë me këtë mrekulli bërsin. Nëse se vetëm mrekulli mund të bëj diçka sepse përndryshe u pa që UNMIK-u është ka vendnumëran pas largimit të Steinmeierit edhe Plus ky nuk e kishte ide. Jo. Ky është e përzgjedhje personale e Kofi Annanit. Do të thotë se përmendëm më herët për raste tjera kur kanë qenë përzgjedhje amerikane ose evropiane, ky është përzgjedhje e Kofi Annanit. Holkeri nuk ishte çështë politikan me karrierë, po nuk e dinte ku ka ardhur, nuk e dinte çka duhet bëj. Ke pas edhe me suri takime, unë kam pas po ashtu. U pa që nuk po e din çka duhet bëj. Dhe momenti më tragjikomik me te do të lind gjatë të trazirave të marsit, të kujtohet që shkojshin delegacionet huaja të vizitonin vendet ku pa të ndodh ndezjet e shtëpiave edhe të lashet e tjera normalisht me infrastrukturë, që atë kanë qenë për ne në atë kohë 2004 të në korgjat mëdha, edhe pa të lënë gjumë do të bisedojmë gjithsesi edhe për to. Edhe Holkeri ka pas zanat fotografike. E kish pas një aparat e ton kon fotografike. Shefe e komunikacionit ka qenë hua, mike jone përbashkë, një grua jashtëzakonshme, se pas një pat përcjellën e në sek. Dhe i po ta thonë huas të lutëm hiqa që atë ka mirë se po duke si turist japones. Ashtë nuk ka ardhë, ajo është shefi i Kosovës, është guvernatori i Kosovës, se po del aty, po fotografon, e çka mrinë që fotografon, edhe për fatja pa t'jek, edhe ajo tha ki drejt. UNMIK-u pa të gjetë, po dhe ne imi gjetë befasit ashtë. Nuk mund të flasim tash post atyre zhvillime duke thënë që jo, na kemi qenë të mençur e kështu, nuk kemi ditë që do të ndodhin ato për masa. E kemi pritë që do të ketë probleme, jo të asaj natyre, dhe jo në një situatë kur u pa që kërkoj për një shkas për me ndodha ato ngjarje. Shkasi do të ishte fundosja 2 fëmijëve shqiptar në Mitrovicë të Veriut. Në Ibër edhe pastaj mënyra se si reaguam si shoqëri, ne nuk e dinim ç'a ndodhi, po ishte një skem klasike, fëmijët shqiptar u vranë prej serbëve në Veri, dhe ajo normalisht akoma ishte situatë tepër e tensionuar, se Veriu nuk u rahatu kur, ne nuk arritëm me, ndoshta për shkak shumësisë të temave të përmendim që Mitrovica ka qenë vazhdueshëm problem. Ka gjeneru tensione, ka gjeneru telashe. Dhe një vi e fort ndarë se u kryu pas krimit që u bë ndaj shqiptarëve në 2000, në shkurt në vitit 2000, kur pa të shku, do më thonë, KFOR-i atje, generali Reinhardt që kanë qenë komandanti KFOR-it, edhe aty e pa dana deklarate në famshme, unë nuk kam KFOR. Kam njësi të shteteve të ndryshme që udhëhiqen sipas parimeve të veta, rules of engagement sipas veta. Pra, Veriu ishte edhe ashtu i tensionuar me telashe, nuk ishte integruar në këtë pjesë të Kosovës, edhe ndodhi ky rrëfim, u përhap si zjarr në gjithë Kosovën, media tona normalisht e përcallën edhe shkoi transmetim drejt për drejt në televizionin publik fillimisht. Po, fillimisht. Edhe me njëherë filluan trazijat me Mitrovicë, filluan edhe gjujtjet me armë zjarrit nga te dy palët. Edhe situata pastaj u zhvillua në gjithë Kosovën, trazirat u zhvilluan në gjithë Kosovën, ka qenë edhe një shkas këtu tjetër u pat bllokuar rruga në Çaklavis, nëse të kujtohet. Ishte një rast i konfliktit edhe u blloku rruga, pastaj u quan njerëzit tanë për me zhblloku rrugën, shkuan deri në Veternik, u krijuan rrëmuj totale e cila pati si pasojë vrasjen e 19 qytetarëve të Kosovës. Edhe po mos për cilë shumica shqiptar. 15 ose 14 shqiptar kanë qenë. Edhe po mos ishte KFOR-i me reagu, nuk di si do të përfundonte situata, sepse reaguan edhe në Ferizaj, edhe në Gjilan, edhe në Prishtinë dhe gjithkund, po situata ishte aq e rrezikshme sa që
Baram Recepin dies pasën pa tregu që Holkeri po e konsideron variantin me u largu në Shkup. Domethënë se ka qenë një plan B prej 99-s ka qenë, nëse duhet dikun të shkojnë ky shtabi unmiku duhet të shkojnë në Shkup. Do të dhe ajo mundësi është edhe aty Bajram Rexhepi është ndoshta simboli i Kosovës. Domethënë ai nuk ishte pushtet. Bajrami edhe nuk ishte ndonjë politikan që nifej që kishte autoritet, por Bajrami ishte një njeri trim edhe një njeri dashamirës edhe një njeri i cili tha në fundit unë me gjokstimin po dalë edhe pa dalë, duke rreziku bashkë me disa anëtarë të kabinetit tij, pa të rreziku dhe unë nisën kam veternik. Edhe pa të kryu punë, do të thotë, po gjithë ne e pam që gjendja shumë e brisht në Kosovë, që mundet gjithçka mendohen nëse nuk fillojmë me drejtësu temën e statusit. Edhe kur u qetësu pak gjendja, ne do të bisedojmë tash për pasojat politike, po më kujtohet që Kvori pa dalë me një formulim të cilën e ka pas fuqi deri vonë, ndoshta sa tek kësaj dite situata në Kosovë është po më të përshkruhet si stabilitet i brisht. Tash edhe stabilitet dhe brishtësi nuk shkojnë bashkë brenda po provonin ti përçonin dy mesazhe, nuk është gjendja e keqe, ka një farë stabiliteti, po situata është e brisht se nuk po dim çka ndodh me këtë millet, nëse mund të them ashtu, edhe pse arsyet për paknasi u pa të ndrit, po them, prej vitit 2002 veshmas, dhe ai shpërthim alarmoi botën, alarmoi Evropën. Ishte viti i fundit i mandatit George Bushit, mandatit të parë, kur pak a shumë Iraku pa të hyrë luftë sektare, po akoma mirëmbajtje, si Afganistani ishte akoma mirë, akoma ishte i qetë, dhe dal nga dal filluan të mendojnë në Amerikë që çka të bëjmë me Ballkanin. Pastaj edhe situata në Serbi dihet si evoluoi pastaj me rrëmjen e qeverisë demokratike, marrjen e Koshtunicës edhe Tadićit. Pastaj po mos të harxojmë kohë për to. Çështja e ngjarjes vitit 2004. Ajo që vrej në fillim se unë atë ditë me 18 mars isha në konferencë në Zvicër, me këta të cigut. Me Aleksin. Alen Kasofi ka qenë. Alen Kasofi ishte gjallë. Edhe zbres në Slatin, edhe rrugës nga Slatina për në Prishtinë, shoh se si po digjen shtëpit e serbëve. Si dolën demonstrata. Tash njëna pjesë edhe pastaj të nesërmën e pam qartazi se s'kishte të bënte as me Mitrovicën, as me më thonë, reagimi i parë është spontan, por reagimi i dytë është i organizuar. Pse? Ka pas pak nasi, ka pas gjepa politikë dhe të sigurisë, nuk kanë qenë të mbuluar si duhet, as prej Kvorit, as prej nesh, edhe është e vërtet trazijat kanë filluar mirë spontane, kanë vazhduar më të organizuar, ndërsa kanë përfunduar çuditërisht Prishtinë me hajni në përbanesa shqiptarëve. Do thotë, e di prej një tafërmit tim që ka shku me ndru bravën të një qerës në dresë që ka thonë ti 20 që po vjen, domethënë se na tham pak më herët, domethënë kur s'ka rend, s'ka qetësi, aty kur të merr masa gjendja në dorë, edhe pse arsye për paknasi kishte, po jo në atë formë, jo në atë mënyrë, jo me konfrontim të drejt për drejt me komunitetin serb, edhe për më keq me objektet sakrale të kishës ortodokse serbe. Ka pas edhe motive tjera, për shembull patundshmëri. Po gjithçka ka pas, atë po thash. Për shembull blemi apo patundshmërive në Çallavic për një ju ra çmime. Po, absolutisht, ka pas gjithçka. Unë e di që edhe skulpturat e Agim Çavdërbashës janë vjedh. Janë vjedh. Thotë po ai ka pas shtëpinë e ka pas. Do të u pa që është rëmuj, u pa që unë miku nuk i ka punë të mirë, edhe aty do të fillon procesi, spari Solana vjen të kujtohet me njëherë urgjentisht Prishtinë dhe takohet me leadershipin tonë, shumë kritik, edhe Solana është, nëse mund të them ashtu, absolutisht më i merituar në pranverën e 2004-s që është ndalë opsioni ndaljes Kosovës, sepse ai opsion pas shpërthy. Gjengjiçi e pat përpunu në vitit 2002-2003, kujtohet i pa dërgu letra George Bushi, Tony Blairit të gjithëve që opsioni i vetëm është ndarja e Kosovës, por ai opsion nuk ka qenë i favorizuar në atë kohë, por pas zhvillimeve të 2004-s për një herë shpërthyen në Beograd veshma, so pa të mbajt
Kuvendi i Serbisë, pa të miratu një deklaratë veçantë politike me një propozim ose kuvend dy dhomësh, ose ndamjet Kosovës, edhe tash ata ishin shumë optimistë që do të ecë puna, po Solana ka qenë vazhdimisht kundërshtar i këtij opsioni, mbas edhe nga perspektiva e tij si shef i diplomacisë evropiane. Tash me fillu mi lëviz gurët e kufive dikon, kush di ku përfundon. Edhe kjo ishte edhe sidomos edhe Maqedonin, ai e kishte ndal, domethënë nga më e keqja, kështu që ai ishte fuqimisht kundër. Por me njëherë u kuptu që kështu nuk mund të vazhdoj. Edhe varianti i vetëm që mbeti është Kofi Annani angazhon Kai Ajden për raportu special, të kujtohet. Holkeri kishte të numruar ditë, të dinte që edhe ai vetë ishte me shëndet keq, u pa që nuk mund të vëheq më unë mikun dhe filluan të ulëmtojnë për pasardhësinë e Holkerit, edhe pak më vonë do të vjen në pranverë të vitit 2004 do të vjen zyrën time Sorinja Sen Peterseni me Ben Kremtonin. Sorinja ishte shefi i delegacionit në Shkup. Beni ishte diplomat jashtëzakonshëm anglez, ishte këshilltari i tij dhe ne foshim më shumë për situatën e Maqedonisë, ai në vërtetë edhe për implikimet e zhvillimit në Kosovë në Maqedoni. Kishte shqetësimet e veta Sorini, po s'ka pas ide që ai pas një kohë shumë shkurtër në gusht të vitit 2004 do të vjen në Kosovë. Po pastaj vjen Kai Ajde edhe te tillë te unë nëse zgaboj, na viziton në zyre, Petr Selimi e ka sjellë te unë. Edhe ishte interesuar me marrë vesh çka po ndodh, unë i thash shiko, është vonë për unë mik, por është herët për BE. Nuk mundet BE tash me marrë përgjegjësinë civile në Kosovë, po unë miku i ka la durt. Shikoj unë mik si është, nuk ka gjë prej tij. Edhe ai pa të përgatit raportin e vet, i cili e pa të përmend statusin e Kosovës, e pa të përmend që duhet të bisedohet, që ka shumë rreziqe të fillohet me statusin e Kosovës, po ka shumë rrezik nëse s'fillohet adresimi i statusit të Kosovës. Është një prej problemeve të mëdha që ka dalë nga ajo kohë se në vitin 2004 del që ekziston një zbrasi e madhe leadershipi kosovar. Po. Edhe në atë zbrasi, domethënë manifestohet Bajrami, i cili thotë ka dalë më po duhet me ndalë këtë popull disi, se përndryshe nuk kishte ndonjë lider që do thoshte do të merrte përgjegjësinë, thoshte ngadalë, kjo ndalet, hajde të vazhdojmë tutje. Ishte ai shpërthimi i rëndëmt patetiko-patriotik të shumica e prej nesh, tash mund të thonë hapta, në për media që përmenem herët, ishte një farë ryshi në për media tash me sulmu veriun në përmes Prishtinës, përmes televizionit dhe gazetave tona, që ku dion. Lider ton, po besoj kam pas një farë shqetësimi që mos po na lidhin diqysh me trazijat e Marsit. Nuk ka pas asnjëri prej tyre disponim me i përkrah trazijat e Marsit, por nga ana tjetër edhe me dal haptas kundër trazijat e Marsit, supozoni që ndoshta humbin në popularitetin të votuesit e vet, se në atë vit të mbanë edhe zgjedhjet e ardhshme në vjeshtën e vitit 2004, pra ishin këto disa dilema çuditshme, të cilat e kanë shtyr Solana me qenë shumë kritik në atë takimin që ka pas me Rogovën, thashin edhe Ramushin, ka qenë tepër kritik, sidomos me Rogovën, sepse Rogova si zakonisht me astilin e tij që ka qenë, Rogova ka qenë, i ka thonë shiko, zgjidhja më e mirë Solana është që Kosova të bëhet shtet i pavarur, demokratik sa më para që është e mundë, sepse Kosova de facto është shtet i pavarur, domethënë po na mungon edhe një formale Solana pa kthy pa thon po çyrpeti po fletash për shtete, po shihni çka keni bën me këto trazira, domethënë ka qenë. Po Solana ka qenë mik i juni, të them haptas, domethënë ai në takime me ne private ose publike ka qenë tepër kritik, po na ka mbrojt ku ka mbri. Po. Është mas për punën e ndamjes, po them mos kishte qenë Solana, edhe normalisht administrata amerikane, jam i sigurt që do të lëvizte në drejtim, kështu që ai ka bërë punë të madhe. Tash letë Kajak pa të befasu edhe në zgjedhjet e para, edhe në zgjedhjet e dyta, edhe në zgjedhjet e treta, ka dalë gjithmonë me një fuqi shumë të madhe të përkrahjes së popullatës, por jo domosdoshmërisht edhe me marrje të kompetencave apo me ushtrim të kompetencave. Edhe kjo ndodhi edhe në zgjedhjet e vitit 2004. Po. Do të thotë merr njësoj 47 deputet, objektivisht parti tepër e madhe, numër 1 në Kosovë. Po synimi i doktor Rogovës ka qenë të bëhet presidenti, i cili edhe në ato rrethana ka pas kompetenca goxha simbolike. Nuk ka pas kompetenca ekzekutive, po Rugova prej vitit 92 e dim, ka pas 2 mandate prezidenciale më herët, 2 mandate thash. Edhe krijohet një ambient kuçaj koklavitur, të thotë. Sepse në 2001-ën, 2002-ën e dim që të dy që ka pas
menaxhim ose inxhiniering madje të krijimit të qeverisë për anës së mikut të Kvorit. Ka pas bisedime, po në fund ata kanë vendosur kush bëhet kryeministër, cila është formula qeverisë, edhe ambasadat, po apo zyre diplomatike. Tash 2004 është një situatë që Sorin Peterseni në atë kohë dhe ti merr pjesë në zgjedhje me iniciativën Nora, i fitoni 7 deputet nëse s'gaboj, po i bëni parti parlamentare. Bëni 4 parti parlamentare shqiptare. Dhe tash Soreni ka qenë i tharë i veprimit demokracisë, ashtu thoshte ai, edhe unë edhe ti që kemi pas takime shpeshta me të shumë shpeshta. Dhe Rosini ka qenë zavendës i tij, amerikanët e qunë artillerinë e rënë si zavendës të Sorenit, domethënë se pa që situata në Kosovë mund të del nga dora. Dhe Rosini ka qenë me ne Edin Peramboje Këndej, ka qenë shefi i parë i zyrës amerikane pas lutës. E ata Soreni insistonte që le të bëjnë çka dojnë partitë tona politike, le të bëjnë qeverinë edhe mirësh me pas qeveri dhe opozitë, që u kriju një farë defekti i demokracisë në atë qeverinë e parë se s'kishte opozitë. Ishte veç ishin këto partitë në qeveri. Nga ana tjetër na doli pa pritë pa kujtur rrëfimi i Hagës me Ramush Haradinaj. Fillon në tetor të 2004-s, vinë këta hetues në Prishtinë, bëjnë intervistën e parë me Ramushin, edhe Rugova ka qenë i tharë që të bëhet qeveria LDK-AK, edhe me disa deputet sërbë, se pa të marrë 2 lista, pa të marrë pjesë në zgjedhje, por nga ana tjetër ishte çështja e aktakuzës së mundshme ndaj Ramush Haradinajt, e cila ishte në përgatitje sipër nga Karla Del Ponte, që është krye prokurore. Me 17-18 nëntor të 2004-s vjen në Prishtinë Chuck English, ka qenë zyrtari i lartë i Shtetit Departamentit, dhe shkoi me Phil Goldbergun me u pa me presidentin Rugova në rezidencën e tij, sepse ata dishin që po përgatitet qeveria LDK-AK. Edhe i thonë Rugos nuk bën ta bësh Ramushin kryeministër se mund të ketë aktakuz. Ky thot a ka, as ka aktakuz. Rugova thot jo s'ka, po mund të ketë. Nëse s'ka, derisa të ka, unë po e bëj kryeministër, sepse Soreni ndërkohë pa të marrësh me Ramushin që nëse ndodha këtë akuzë, ky më dhon ndërheqje me shku vullnetarisht në Hagë. Ky ka qenë skenari. Kështu që doli kjo që doli, edhe u bë qeveria me një shumicë minimale, u bë president doktor Rugova dhe krijua skema, pushteti ishin LDK-AK, opozita ishit PDK dhe Ora. Dhe serbët po them merrnin pjesë në qeveri me 2 deputet dhe u krijua një farë skeme e cila për atë kohë ishte kogja interesante, mund të them, sepse u bë për herë të parë një ndajmë pushtet opozit, por nga ana tjetër mos faroj në gjithë vitin 2004 edhe gati gjithë vitin 2005 e kemi kalu me dronë që do të ketë përsëritje të trazirave. Kvori në analizat e veta unë miku, qeveria Kosovës që u bë atëherë, pse s'li drunat që do të ketë sepse do të ishin fatale, po të ishte ndodhte edhe një herë. Ajo është ka ndodhur në mars të vitit 2004, gjithsesi do të kishte pasoja fatale, edhe ndarja e Kosovës do të ishte e pashmangshme. Kështu që kjo u bë, po Rugova e bëri atë qeveri duke krijuar pakënaqësi të mëdha sidomos te PDK-ja e Hashim Thaçit, sepse ata mendonin që në vërtet mos harroj një detaj, Rugova ka qenë i tharë i vazhdimit të qeverisë PDK-LDK, edhe me orën me shtyp, veç me kush që Bajrami Xhepi u bë kryeminist. Ka honë për mua është në rregull Bajrami, po vazhdojmë, i PDK-s është po Rexhepi, Bajrami pa thënë edhe mua dhe i ka thënë edhe miku që jo, kësaj radhe në emër të PDK-s mund të më qenë kryeminist veç Hashim Thaçi. Kjo është politika që ka bizotruar në PDK. Prandaj edhe ky opsion ra u bë kjo qeveria LDK-AK, edhe filloi periudha me ngërçe. A do të ketë sot apo nesër aktakuz nga Karla Del Ponte, edhe çka do ndodh me Kosovën kur të ndodh aktakuza nga Karla Del Pontes. Ishte periudhë shumë e rëndë. Karla Del Ponte e di me siguri do të ketë 3 propozim të aktakuzave, 2 do t'i rrezohen, sepse s'ka pas harç në to, e treta do t'i aprovohet. Mos harrojmë që 31 dhjetor vitit 2004 ka qenë data e fundit për me i përgatitur aktakuzat. I përfundonte mandati. Ajo shfrytëzoi me qëllim balansimit. Tash s'une me qenë avokat as me mbrojt Ramushin, por këtë rast opsioni i Karla Del Pontes ka qenë duhet ta bëjë një aktakuzë kundër UÇK-s. Një pa të bërë kundër Fatmir Limajt më herët, tash duhet me bëjë edhe një se të krijojë një fal balansi të fajësisë në luftat e Jugosllavisë. Filloi ajo qeveri të funksionoj, po them u pa shumë shpejt që nuk i ka punë të mirë, sepse u kuptua në janar është kuptuar që Karla Del Ponte po e ngrit aktakuzën.
edhe ajo këtë akuzë është ngrit në fillim të marsit, me 8 mars, nëse s'gaboj 2005, të Ramushi ashtu siç kishte premtuar Sonjës Petersenit dha dorëheqje, edhe ka pas vetëm një kërkesë për Sonjën Petersenit, më ia siguron një aeroplan me shku në Hag, atë pa të bë Bundeswehrin, nëse s'gaboj, domethënë qeveria gjermane. Po është një detaj interesant, generali Jones ka qenë komandant i NATO-s për Evropë, ai pa turnu Sonjën Petersenit me burgos Ramushin, edhe me qumë me pranga në Hag, që ishte pa kuptim. Për shkak të me të vërtetë të fjalës që pa thënë Ramushi, ai Soreni pa thënë, vetë Soreni më ka treguar më vonë, unë po ta dho garancën që ky nesër vjen në Hag, edhe ashtu edhe ndodhi. Edhe mënyra si e menaxhoi Ramushi, po edhe besa politika e jon atë sprov shumë të madhe, ishte një kontribut spari për stabilitetin e Kosovës, dyti për me kriju një atmosferë më dobishme për ekipin e unitetit që do të krijohet më vonë, sepse dije që statusi po vjen. Se atëherë veç ishte periudha deri në qershor të vitit 2005 duhet të përmbyllej raporti për shkallën e përmbushjes së standardeve prioritare, si ishte pa definuar miku, dhe statusi dije që do të fillonte në vjeshtën e vitit 2005. Aty, do të thonë, ne ishim në pa të ftuar Sonjën Peterseni, ka qenë doktor Rugova, Hashimi, Ramushi dhe unë. Dhe aty një ditë para shkumit së Ramushit në Hag, aty e bisedum çështjen e delegacionit, çështjen e unitetit. Çështjen e sigurisë, tash ishte punë sigurie. Dhe aty Soreni na pa tregu të katërtve që është kërkesa që ky të shkoj i prangosën Ramushi. Që ai ka hyrë garant te NATO. Te NATO dhe të gjithë tjerët, se do ta përcjellë edhe nëse këta ka nevojë për përcjelljen fizikisht deri atje nuk s'ka kurfar problem. Soreni ka qenë gjithmonë absolutisht dashamir i madh i joni. Por do të thonë ajo mbledhje u mbulua ashtu siç u mbulua, do të thonë me një lloj qetësie, me një lloj pajevitueshmërie të ngjarjes. Po, do të thotë u kuptua që mund të ketë menaxhim krizës, megjithatë ishte menaxhim i suksesshëm i krizës, ku secili prej faktorëve politik pa të kontribuar, edhe unë miku normalisht edhe Kfori, pastaj u kuptua që në temën e statusit duhet të ketë një dakordim midis subjekteve politike të Kosovës, sepse po fillon periudha përgatitjes për statusin e Kosovës, dhe në prill të vitit 2005 në Prishtinë vjen grupi kontaktit plus, që thajshin atëherë, se ishin edhe faktorë tjerë, edhe ka qenë një zëvendës ministër i jashtëm i Turqisë, Vladimir Çizhov, i Rusisë, nëse të kujtohet, edhe ai patezu parimet prisë të grupit të kontaktit në emër të krejt grupit të kontaktit. Prilli 2005, pra veç fillun faktorin ndërkombëtar filloi me u marrë seriozisht me çështjen e statusit të Kosovës. Më herët kanë qenë si parimet pa negociueshme, nuk ka kthim 99-ën, edhe nuk mund të ketë ndamet Kosovës. Mezje pas shit Soreni, se s'pranonin bëj këtë opsionin e dytë. Tash edhe opsioni i tretë, gjithsesi parimi i tretë i pa negociueshëm, që nuk mund të ketë bashkim të Kosovës me Shqipërinë, po as bashkim trojeve tjera shqiptare në shtete tjera me Kosovën. Që është parimi i Ahtisarit. Pastaj bëhen parimet, të 10 parimet e pa negociueshme, bëhen në nëntor të vitit 2005, parimet e Ahtisarit. Po fillimisht kanë qenë këto 3 parime, sa atëherë zërohet, pasurohet ato parime, bëhet edhe çështja e demokratizimit, e standardeve çfarë bëdiun ne, se atëherë u kuptua që standardet para statusit po evoluojnë në standarde dhe statusi i Kosovës. U pa që nuk mund të ecet para në mënyrë dramatike, siç mendoi më para. Ty të kujtohet ai detali ndoshta më vonë te Ahtisari, kur patar me standarde në mbledhjen me ne në selinë e presidentit të Kosovës, edhe i gjujt ato parime të standardeve para statusit, tha, nëse ju që to i keni përmbushur, si plotësoni, ju meritoni me hyrë bëjmë një herë, jo më u bë shtet. Se gjyza shteteve të BE-s nuk i përmbushin. Kështu që ishte pak, ai çush ka qenë, ka pak shumë dashamirës, ka pak edhe cinik ka qenë atë sa. Kështu që me vërtet u kuptu çka të ndodhe. Tash në prill të vitit 2005 vin Prishtina e Beograd, shkojnë në Beograd grupi i kontaktit, ju tregojnë se ku statusit po vjen, dhe që këto do të jenë parime. Tash çdo lexim objektiv i këtyre parimeve e shete 2 mundësi, ose të bëhet një farë konfederate Kosovë, Serbi, Malzi, e prej saj
kjo varej shumë për referendumit të Malit Zi në vitin 2006, ose Kosova do të bëjë shtet i pavarur në kufit e vitit 1974. Që këto ishin ato parimet që paralajmërin çka do të ndodhë. Jo pastaj me unë mikun e bëni një farë forumi politik, nëse zgaboj, si një farë forumi për diskutim, për përgatitje, edhe për çështjen e statusit Kosovës, aty ka ngecje, ka ecje, ka ngritje, ka rënje, po ndonjë lëvizje të madhe s'ka, sepse ashtu ishte po them ambienti që pritesht raporti i dytë i KAI-des, mos të harrojmë, se KAI-de mund tash mandatin me mi dhan leje, mi dhan dritë jashile fillimit të procesit ndërkombëtar. Filluan të bisedohet edhe për kush do të jetë emisar special i OKB-s për statusin e Kosovës, si do të jetë roli shefit UNMIK-u, shefi UNMIK-u do që nuk do të ketë rol. Këto Soreni nuk e ka pas problem. Edhe u përmendshën emrat Karl Bildtit, Kai Jajdit, edhe Marti Ahtisarit, janë përmend si emrat eventual, besa Lord Robertsoni ka qenë, George Robertsoni ka qenë një prej kandidatëve. Po parimi kryesor ka qenë kush me cilët pajtohet Kofi Annani dhe Amerika. Ka qenë Karl Bildtin nuk kanë dasht, nuk kanë mujt me ba me sy as amerikanët as anglest. Bosnia dhe shumë gjëra tjera. Robertsoni vinte megjithatë për një shteti i cili ishte shumë pro Kosovës, pro pavarësisë, domethënë duhet të gjini dikush që është i njohur me situatën në rajon. Perceptohej si neutral. Po. Edhe cili do të mund ta kishte përkrahjen e Rusisë. Finlandesët kanë çat raporte në çuditshëm me Rusinë, përkundër një përvojë kogja tragjike historike, po e ka një farë afërsi, një farë mirë kuptimi që sot e kësaj dite funksionon. Edhe kur ka ardhur ideja për Ahtisarin, edhe rusët kanë thonë në rregull jemi, s'kem kur probleme, edhe ajo pat emnu në tetor të vitit 2005, po ne patëm krijuar delegacioni i Kosovës në shtator të vitit 2005, ku ishin përfaqësues të qeverisë, Hashimi dhe ti si përfaqësues të opozitës, unë isha si një farë koordinatori për grupit politiko strategjik për çështjet të përgatitjes materialeve, çka po dijon. Po vendimarrja ka qenë te Ibrahim Rugova si president, ka qenë Nexha Dasi kryetari i kuvendit, ka qenë atëherë Bajram Kusumi kryeminist, nëse zgaboj, se u pat ndru Ramushi, edhe kanë qenë një dy Hashim Thashi dhe Tisi veton, domethënë, dhe kjo peshja pat fillu të veproj në shtatorin e vitit 2005. Nuk patëm fillu mirë. Jo. Kemi pas tensionet mëdha në këtë grup, edhe kemi pas një moment shumë të randë në rezidencën e Rugovës, në të cilën Hashimi e sulmon Rugovën dhe prezidenti. Edhe qunë shtëpi të krimit, çka është ky kriminal, kështu ashtu ishte një tension i jashtëzakonshëm. Në fillimi ka qenë në fillim më të keq kemi pas. Ka qenë fillim i rëndë, këto takimet e para ashtu tensionume, Rugova ishte me kancer, mos të harrojmë. Do të gjendja e tij shëndetësore u përkesuan korrekt gusht të vitit 2005. Bëri disa kontrolla në Kosovë, çunë në spitalin ushtarak në Gjermani, në spitalin amerikan, dhe aty u konstatu kanceri i pashërueshëm. I avancum me mikroqerizor dhe i cili për ndryshe nuk jo është thënë kur Rugovës, do thotë me siguri me dëshirën që ndoshta ndodh farmakollie shëndetësore. Po, edhe organizmi e shtynë. Organizmi e shtynë edhe ai u pat bërë shumë më mirë, kujtohet në periudhën deri në dhjetor të vitit 2005 u përmirësuan ndjeshëm. Edhe pra ishte një atmosferë shumë rëndë shkaku i Rugovës, edhe shkaku i sundjes Rugovës, edhe shkaku i këtij ambientit i cili u kryu me ekipin uniteti, dhe pse objektivisht formulë më të mirë s'ke mujt me pas. Jo s'ke mujt, po është e çuditshme se si nuk u mbrojtë, domethënë Rugovën e mbrojtëm ti edhe unë. Po. Nuk e mbrojti në gjatë Daci, i cili ishte i tij, domethënë Bajrami nuk çon. Megjithatë ishte kryeministër. Po, kryeministri emëruar prej Rugovës. Ai duhet të po Bajrami nuk kishte ndonjë peshë të madhe. Jo, në ato rrethana. As në politikë, as në përgjithësi kështu. Po ashtu pjesë e kësaj, pjesë e fshehur e kësaj ka qenë gjithmonë se mbrapa ditë për ditë ka qenë me neve Phil Goldbergu, ambasadori amerikan, me cilën ti ke qenë konsultant të vazhdueshëm. Po.
Edhe ai na udhëzoi që kjo gjendja të menaxhohet, kjo gjendja e parkimit të menaxhohet, por edhe të publikohet. Edhe të jetë natë ke dalë në Rubicon. Po, në Rubicon. Unë kam marrë përqimin e Goldbergut, edhe kam bo mirë që kam marrë përqimin e Goldbergut, sepse kjo ka qenë projekt amerikan. Sepse unë kër jam të atku me Goldbergun në mars vitit 2005, edhe ai ka kërku mundësin që të angazhohem unë këtë proces, e pa thënë një qëndrim shumë interesant. Kosova do të bëhet shtet i pavarur, por nuk ka fare entuziazmi për këtë punë. Domethënë pa të lënë në gjumë se ashtu do ta përjetojmë edhe të dytë, domethënë fare entuziazmi të madh s'ka pas, sepse George Bushi erdhi në mandatin e dytë, e tha qartë evropianëve në shkurt të vitit 2005, një prej 3 temave për se një marrë vesh është Kosova. Ne mendojmë që Kosova duhet të bëhet shtet i pavarur, aty ka pas dakordim. Edhe nuk ka pas entuziazëm brenda administratës, për shembull. Brenda administratës. Condi Rice ka qenë kundër, nuk ka qenë për. Po, megjithatë, Nicholas Burnsi u bë Undersecretary for Political Affairs. Dhe të kujtohet që na pa thonë mua e ty me Don Albrightin drejt të Goldbergut, ju ka prek zoti me gisht se Nicholas Burnsi është kuadër demokrat. Edhe pse diplomati karrierës, po ka shërby në administratat demokratike. Të bën George Bush, Nicholas Burnsi Undersecretary, s'kisha besu kur, pa ju bë. Masandej, ky Rozmir De Carlo është Undersecretary. Po shpjegojmë kontekstin, këta janë krejt pjesë e një ekipi i cili ka punuar me Mehmet Llonobra. Po, Dan Fridi për shembull. Dan Fridi ka e di që më thoshte shpesh, ju edhe polakët si më keni besuar në çështjet kryesore. Polakëve ju thosha keni me hyrë në NATO, s'm besojshin kur. Sa ata kanë pas sikletin e NATO-s, na kemi pas sikletin e pavarësisë. Ai ka të bëu ambasador në Poloni. Masaj Rozmir De Carlo ka qenë, po mbi gjitha Bill Burnsi ka qenë ambasador në Moskë, shumë i rëndësishëm për atë periudhë, edhe diplomati karrierës që u bë shef i CIA-s, po mbi gjitha Frank Wisniewski u bë mesazh special për statusin e Kosovës, domethënë një njeri jashtëzakonshëm që ne kemi njohur një mik shumë i madh i Kosovës, prej babës tij e këndej ka qenë domethënë i thari i shqiptarëve i Kosovës, edhe mik shumë i madh i Holbrukut, domethënë kanë qenë aq shumë të afër prej Vietnamit e këndej, kështu që u krijoi një farë infrastrukture e fortë amerikane për ta ndihmuar dhe situata u kthy marrë, nëse të kujtohet, me një takim që kemi pas në USAID kur erdhi Nick Burnsi. Edhe ai ka qenë shumë i prerë, domethënë me të gjithë ne, edhe prej asaj dite situata filloi më kthy marrë. Po ka qenë e rëndë fillim. Fillimi ka qenë shumë i rëndë ekipit të unitetit, po pastaj u krijua ekipi i unitetit, fillimi funksionu, krijua grupi strategjik, sesa dhe për ishte dërguar ka një ekspert nga një zavens juaj në ekipin që punonte dokumentet, edhe ne u takuam me presidentin Ahtisari me 29 nëntor, nëse s'gaboj, në 2005 në rezidencën e doktor Rugovas në Velani. Në darkë, këve qenë. Jo, në drek. Ka qenë i drek shumë e gjatë, dhe çuditshëm që Rugova qëndronte pa problem, domethënë 3 orë ka zgjatë dreka, dhe befasia jonë më e madhe, mas pari ne me Ahtisarin ishim taku ndonjëherë apo s'ishim taku fare. Unë pa të taku ka qenë në krye të një organizate për mbrojtjen e fëmijëve. Po, sa i ka qenë gjithmonë aktiv. Po, Ahtisari mas pari edhe para kohë. Disa për nesh në zuni keq, se akoma si ishin marrë mbledhje, po a ishte arë me kry punë. Edhe akoma pa unë mirë, thëja marrë me kry një punë që këm betë bërqë. Edhe lidhi me 99, se në mos të harojmë, Ahtisari me Çernomyrdinin kanë qenë 2 ndërmjetësin ndërkombëtar për me bimë dhe shëviqin me pranu propozimin e Gëtecë. Edhe i treti ka qenë ky Amerikani. Po, mos ka qenë Pardju? Jo, ka qenë shoku i Clintonit i kohës Oxford. Ashtë Talboti. Talboti ka qenë zëvendës sekretar, sepse Albrightin e izolum dorën zëvendë. Si filloi lufta, thanë kjo është lufta me den Albrightit, edhe thanë të rriç, aty mos u merr. Stuart Talboti me Phil Goldberg ka qenë shef i kabinetit i Strobit, po. Edhe ata kanë negociuar me Rus vazhdimisht. Çka të bëhet? Edhe Talboti është më i merituar që është më atje. Kryesori Ahtisari erdhi na tha, un kam armë me kryeni punë që e kam lënë gjysmë. Tash ne kishim përvojë me diplomat lloj-llojshëm, po me ta thënë diplomati më njëherë me të parën që Kosova ka më bë shtet në takimin e parë, na ka thënë, po ju keni më shkruar marrëveshjen. Jo unë, ju keni më përgatitur marrëveshjen. Ky është qëllimi. Ky është qëllimi im, po. Jo, ma ju keni punë. Edhe ishte aq i mirë, po them, edhe pastaj me Rohanin
patanar se kushti i Ahtisarit për me marrë mandati ka qenë që Albert Rohani një mik i jo një ma një diplomati është kërqishëm as tak të bëhet zëvend si ti. I cili është marrë me Kosovë prej vitit 1995. Absolutisht. Edhe ka qenë sekretari përgjithshëm në Ministritë Jashtme, po them si njeri, mos se është edhe ai aristokrat, diplomat. Aristokrat, po, me prijallën nga Franca, nga familjet e kardinalëve. Po, kardinalëve. Kështu që të dytë kanë qenë të jashtëzakonshëm, një tepër të mirë dashamirës tonë, po takimin e parë, nëse të kujtohet, kur përfundoi konferenca po shtoj, po ulëm me pol kështu në drek faktikisht e presidenti Rugova, tha i kemi dy probleme, të cilat nuk di çu do t'i zgjidhim. E para është mungesa unitetit të Bashkimit Evropian për statusin e Kosovës, nuk kemi unitet për pavarësitë të Kosovës, dhe e dyta është Rusia. Nuk di as për njërin as për tjetrin. Por Rusin, nëse aty për Rusin, ky ka qenë shumë më optimist. Po, Ahtisari ka qenë më optimist edhe bazoi edhe në Kondoliza Rajsin, që ishte ekspert e dorën zemër për çështje ruse, edhe supozoi që ajo në fund do ta bindë edhe normalisht duke shfrytzuar Bill Bernstein si ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Moskë dhe filloi procesi. Tash Ahtisari trashëgoi 10 parimet e grupit kontaktit. Edhe ai filloi çdo muaj me mbajt takime me nivelin e lartë të shteteve të grupit kontaktit, duke lexuar ato parime dhe duke provuar me i përkthy në një udhërfys edhe më të qartë. Shiheshte që aty rrugdalë tjetër pas pavarësisë Kosovës nuk ka, me mbikëqyrjet ndërkombëtare. Mos harrojmë se gjithmonë ka qenë ky segmenti i mbikëqyrjeve ndërkombëtare. Ka pas ide edhe për pavarësitë kurzume, po ato ide në ra poshtë, pavarësi po me mbikëqyrje ndërkombëtare. Edhe Ahtisari dikur është nervozu, ka qenë Paris 2005, ju ka thonë shikoni, ju më keni thonë këto duhet me bëj Kosovën shtet. Edhe çka po doni prej meje? Edhe Rus pastaj kanë fillu me bë probleme, po akoma kanë qenë në rregull Rus. Ne po flasim 2005-2006. Në janar 2006 edhe marrën mbledhjen grupi kontaktit në Londër. Në Londër, me parimet. Me parimet edhe me një deklaratë politike të shkëlqyeshme ku flitet për spastrim etnik. Sergej Lavrov ka nënshkruar atë deklaratë. Edhe që statusi i Kosovës nuk mund të jetë në kundërshtim me vullnetin e shumicës popullsisë. Atë çka mbetet. Ne llogaritim me të drejtë që me këtë deklaratë politike të grupit të kontaktit kam në ushqer dytë komplet për pavarësitë të Kosovës. Pastaj ndodhi më keq, vdiq presidenti Rugova me nisën. Para se të vdiste Rugova ndodhi edhe ndryshimi i Jo, mas vdekjes. Okay. Po e di që takimin që kemi pas ne së bashku në rezidencë, në fillim në dhjetorit 2005-s, ishte ideja mi nda dy tema prioritare për diskutimin në Vjenë që do të pasonte, në dije që do të shiheshim në Vjenë, edhe ishte ideja decentralizimi dhe të drejtat e komuniteteve. Ti i pate marrë drejtat e komuniteteve në çat takim, çat mbledhje. Por Rugova dorën zemër ka qenë larg pamës. Jo tha dy tema, po krejt tema që ka mundim i bë, tha ju unë kryen se nas kem shumë kohë me prit. Ka pas një farë urgjencë. Kështu që ne filluam me punu decentralizim, ti pa të fillu qysh atëherë me punu në Këshillin konsultativ të komuniteteve me vëllëri në kushtetutë. Po, dhe domethënë filluam me punu. Filluam me punu me logjikën, kjo punë duhet të kryhet shumë shpejt. Sa me Nikolas Bernstein kur patëm biseduar në USAID, ideja e tij ka qenë edhe gjithve që të kryhet deri në fund 2006-s. Nuk ka qenë ideja me zvarit, po na bisedojmë pastaj. Aty problemi i brendshëm kanë qenë Daci dhe Bajram Kosumi, domethënë ideja që ata ishte pjek një bindje se duhet të largohen. Po ishte një bindje që bizotronte në LDK, po ashtu se Ramushi u pat kthy në mbrojtjen liri. Mos ta harrojmë në qershor 2005-s, po nga ana tjetër ishte edhe bizotrim, mendim bizotrues edhe te Fit Goldbergu, që ishte megjithatë një diplomat i shkëlqyeshëm e dim. Te dytë ka qenë diplomat i jashtëzakonshëm amerikan, si thanë bashkëpunëtori Strop Dalbotit, me lidhje shumë mira me Xhima Brajani, me Christopher Hillin. Ky ekipi që përmendëm herët i krijuar në administratrat e Bill Clintonit. Edhe u kuptu që pas vdekjes Rugovës ndryshimet janë të domosdoshme. Sepse s'kish çka të bësh, duhet të zgjedhësh presidentin e ri të Kosovës. Ndërkohë që Rugova nuk ishte lënë kurfar amaneti, as procesi, as fjala, as kishte inicu gjë në parti. Jo në parti. Ai pa dhënë dorëheqje nëse nuk haron
nga LDK, me insistim Sonjës Petersenit, i pa thanë shiko duhet të japësh ndërheqje se je president i vendit. Edhe ja pa dërgu një letër OSBE-s atëherë, që unë nuk jam më kryetari i LDK-s, po nuk e pa të bë hapin e dy, si pa të përmëtu Sonjës Petersenit që të ta emënoj dikon si ushtrues detyre të kryetarit e LDK-s, po nuk e pa të bë atë. Kështu që jo, ka pas bisedime, ndoshta është herët akoma të hapen ato bisedime midis Goldbergut edhe presidentit, se çka të bëhet. Po pa ja përmend vdekjen, tash them këtë hapën. Do thotë, megjithatë nuk është dashmja, nuk e mund me ja përmend një njeriu si rrugova që mund të ndodhë më e keqja, është dash të mbajë gjallë optimizmi i tij, por jo, nuk ka pas diçka me shkrim, nuk është lënë diçka me shkrim për presidentit Rugova dhe u ditë që duhet të menaxhohet, sepse unë kujtohet nga Patir Albert Rohani, me njerë qatë ditë që vdiq presidenti Rugova, shka do më thonë kjo, a shtyjën pa kufi këto bisedime, edhe i pa të më thonë, ne ma zvoni për një muaj ne jemi në vijem. Dhe të nështë ta kemi qenë optimist edhe unë dhe ti, po doli ashtu, se me 20 shkur do të fillojnë bisedimet e vjenës. Po ka qenë një dro e madhe e ndërkombëtarëve që me vdekjen e Rugos tash kush di çfarë situate do të krijohet edhe ndoshta do zvaritet me muj kjo dhe aty fati i madh ka qenë formula e grupit Uniteti. Ideja që do të bashkohet pushteti kushdo që të jetë në pushtet edhe do të bashkohet opozita kushdo që të jetë në opozitë. Kjo formulë është përmenda edhe prej Goldbergut edhe prej neve na pa të mbledhur në intervista që nuk ndron formula, do të thotë nëse kryeministër është ky, ai mbetet pjesë e delegacionit, nëse ndryshohet, ai vjen tjetri. Dhe u zgjodh Çeku atëherë në fatmirësi e di u zot president Spari, edhe pastaj agim Çeku kryeministër. Dhe këtu një kontribut ke edhe ti të fatmirësi në konsultimet që janë bërë ja ke përmenda. Po, me ambasadorin Goldberg, domethënë objektivisht ka qenë zgjedhje natyrshme, fatmiri. Megjithatë ka qenë pjesë e themeluesve të LDK-s, atij grupit të vogël fillestar, ka qenë sekretari i LDK-s për vitet tona, ka qenë i afërt me Ibrahim Rugovën, edhe nuk ka qenë i përfshim këto zënkat tradicionale të LDK-s. LDK-ja ka qenë pse ka pas njerëz më të afërt Rugova se Fatmiri. Po objektivisht Dasi ka qenë kandidati i natyrshëm për president, mos i kishte bërë ato gabimet e mëdha në periudhën e fundit të mandatit i sekretari i kuvendit edhe konfrontimin me Phil Goldbergun që bëri. Pastaj pa të bëllë një konfrontim kur kemi qenë njerëz bashku në delegacion me Javier Solanën në ditën e varimit. Në ditën e varimit, ta mundu bogati me forë Solana, tha jo, tha na sot kemi ditë ditë varimi edhe kemi punë tjera, do thotë edhe se ai objektivisht ka qenë ma kryetari i kuvendit, apo diun, po e mrama ishte që Fatmiri megjithatë ishte njeri që mund ta kryente atë detyrë, edhe u bë presidenti i vendit, po prapë u mendua që të ndrohet edhe kryetari i kuvendit edhe kryeministri i Kosovës për me kriju një stabilitet i brendshëm politik. Ai edhe ndodhi, u bë Agim Çeku kryeministri i Kosovës edhe u bë Kol Berisha kryetar i kuvendit Kosovës. Ideja fillestare ka qenë, besoj e din që Alush Gashi të bëhet kryetari i kuvendit, po Alushi nuk pa të pranu, edhe u pa të gjetë si zëvendësim Kol Berisha. Po çuditërisht edhe kjo u menaxhu relativisht mirë. Çuditërisht. Edhe Kolës ka qenë një efekt stabilizues në kuvend. Kola ka qenë shumë absolutisht. Krejt një natyrë tjetër prej ngacmimeve që i bënte Daci. Po, se ai kthej kryetarin e kuvendit në atë formatin që është kryetari i kuvendit. Megjithatë një figurë që bashkëpunon me gjithë, nuk ka dashakesin ndaj kërkuj. Ka pas qetësinë. Ka pas qetësinë, ka qenë njeri i afërt. Njeri dashamirës, njeri i afërt, edhe në ekip të Unitetit ka kontribuar, sa ai ka qenë edhe pjesë e strukturave të mëhershme të kujtohet të ekipit të Unitetit, jo në delegacion, po në këtë grupin politik strategjik ka qenë edhe fatmirësi i tij, kanë qenë edhe Arsim Bajrami, edhe këta njerëz që bashkëpunojshin pasandej diçka katapultoheshin në meshin si pozicionet e mira. Po Fatmiri u bë president me nivou të impozante për kohën, të deputeti pa të marrë rrethin e tretë. Do të thotë Agim Çeku u bë kryeministër, Kola u bë kryetari i kuvendit dhe prej atij dhe ekipit të parë të Unitetit vetëm ne tre. Domethënë ju dy si lider të opozitës edhe me ta si koordinator, po nuk është se kem bashkëpunu pastaj, do thotë ajo parilla e parë u pa të kalu,
Nuk është që s'kemi pas edhe zënka dhe mos pajtime edhe... Po jo kaq. Jo. Sidomos nga perspektiva sot me kur i sheh, mendoj që ka qenë bashkëpunim i mirë, edhe ka qenë një mentorim, nëse mund të them, i vazhdueshëm i Frank Wisnerit, i Phil Goldbergut, i State Departmentit, besa edhe diplomatëve evropian, se ne atëherë kriju edhe formati i ahtisarit përmes UNESCO-sekut, se në Vjenë ishte Selia, ne shkojshim në Vjenë dhe se dojshim, dhe prap ne ishim ma përgatitën se para sërbe. Si ishë ndodhë në Ramboje, po në Ramboje ishte befasi, tash ndoshta edhe nuk ishte shumë befasi. Sepse emri i lojës ishte i qartë, beton, për ne dhe për gjithë. Emri i lojës ishte Kosovë bëhet shtet. Elementi i dytë, duhet të ketë mbikëqyrje të këtij shtetit për institucionet ndërkombëtare, i cili ishte problematik fare për asnjën prej ne. Edhe i treti ishte integrimi i drejtave, pakos drejtave, edhe aty përfshihen shumë elemente, vetë qeverisja asimetrike, lokale, edhe krijimi i komunave të reja, sot patëm fillun kohë të Unmikut. Se decentralizimi është instaluar prej Unmikut, jo prej nesh. Se dikush edhe mendon që decentralizimin kemi zbuluar në Vjenë, decentralizimi ka qenë në Unmik. Jo, ka ndodhur më herët, unë kam qenë kundër. Sepse kam menduar që bëhet etnifikimi i komunave, por kam qenë në pakicë shumë të vogël. Po ishte ideja, e di që kur pata kam pas bisedën e parë me Rohanin, kur pata ardhte unë në redaksionin e Zërit, tha ahtisarët dhe unë kemi dy parime. Njëri është përjashtues, nuk dojmë Dayton, Kosovë, nuk dojmë model Bosnjës, tjetri është Ohri. Ohri është pozitiv për bindjen tonë, do të thotë decentralizimi, krijimi i komunave të reja, policia lokale që duhet të emënohet, ishin të parime të cilat kishin luajtur rol në Ohër policinë lokale e kemi kopjuar pe Ohrit, të policinë lokale në Ohër e patëm kriju me Paul Williamson idenë, në të cilën masonaj amerikanët kanë investuar shumë. Vesh të ne më duket është ndryshimi që komuna i propozon 3 kandidat e pushteti u zgjedh e në Maqedoni ka qenë anasirtas. Pushteti i propozon 3 kandidat e komuna zgjedh njërin. Në veç ky ka qenë ndryshimi. Po du me thonë që ka qenë një farë trashëgimi në ecjen e Kosovës. Nuk e kemi zbuluar as asociacionin, as decentralizimin, as këto drejtat speciale për kishën ortodokse serbe, sepse në atë kohë ka qenë pjesë e pakos. Po, unë e di, jam taku vetë me Savën, edhe ti e taku edhe më shpesh, se unë, këta s'kanë kërku eksterritorialitet kur. Jo, nuk ka qenë. Nuk ka qenë opcion eksterritorialiteti. Në fakt, çdo herë eksterritorialiteti ka ardhur për propozim për jashtë. Për jashtit? Që ka ardhur si parashutist. Pse s'po e bëni si Vatikane? Pse s'po e bëni si Vatikane? E këta e kundërshtonin. Kjo dosie sa është i një, na jemi nuk po dojmë hillandar. Nuk po dojmë shembullin e Ishillit Atos, sepse ato janë manastiret izolume, na jemi manastiret që komunikojmë me njerëz, me besimtar. Kështu që pra loja ishte e qartë, pavarësi mbikëqyrjen ndërkombëtare, drejtat e komuniteteve. Edhe tash në këtë hapësirë ne duhet të silleshim maksimalisht duke provuar mos me dëmtu interesin e Kosovës. Ideja e decentralizimit ishte, siç na kanë shpjeguar neve ahtisari Rohani, le të ndihen zot shtëpisë në komunat e veta. Komuniteti serb, po shtëpia e madhe është shteti i Kosovës. Edhe ne në fakt kushtetuta e Kosovës jep më shumë ti prerogativa kushtetuese pushtet komunave se cili do vendi i Ballkanit Perëndimor. Mirë, ka qenë konventa kujtohet europiane e Këshillit të Evropës e veçevrisës lokale, dhe ajo është marrë shumë. Përvoja jonë përgjithësi, po decentralizimi pa fillun kohë Stajnerit, edhe Stajneri ka pas me qëllim integrimit veriut. Po bëjmë da një komunë shtesë, po në përgjithësi mendoj që bisedimet, nuk kemi pas bisedimet të nësënume as me ahtisarin edhe me Rohanin. Ka pas momente kur nuk ka qenë si Ramboja, nuk ka qenë si kjo periuda para se tek e fundit nuk ka pas farë bindje alternative. Deti e shteti e Kosovës, Perëndimi ka ardhur si opsionin e vetëm, jo si opsionin më të mirë të mundshëm. Dhe çuditërisht, përfaqësuesi rus i cili ka qenë këtu në Unmik një kohë, ka mandej ka qenë me preardhje Ukrainës. Po, ai ka qenë përgjegjës për trashëgimin religjiozë dhe kulturore, Ivanko ndokat. Se di si Ivanko, se ka punuar në Bosnjë më herët. Jo, ai ka qenë tjetër, unë po flas për një që ka qenë Petar, se di si quhej këtu. Petar Ivancov ndokat. Ivancov, mirë e ki. Petar Ivancov. Ai ka qenë i mirë, ai ka qenë. Edhe ai ka, domethënë, ai pozicioni i tij ka qenë shumë i matur në krejt procesin negociator.
Më thonë, rusët për dalim prej Rambujës kanë qenë shumë ma kooperativ se sa atëherë. Po, periudha, sidomos ndryshimi ndodh, do ta shohim së bashku më vonë me fjalimin e famshëm të Vladimir Putinit, konferencën e Munichit të shkurtit 2007. Po deri atëherë. Sepse Lavrovi ju ka thonë edhe privatisht diplomatëve, ahtisarët e gjithëve, s'po shohim kurrë mundësi tjetër pas Kosova mu bë shtet, po Serbia duhet bindet. Thonë loja e Rusisë ka qenë Serbia duhet të bindet, se përndryshe nuk ka opsion tjetër pas shtetit. Edhe ne kem pas komunikim edhe atëherë me palën ruse, po rusët nuk kanë pas emisar special, domethënë ka qenë një farë lloj distancimi. Ivancovi ka qenë pjesë e UNESCO-t, e ka udhëhequr trashëgiminë religjioze kulturore, po rusët nuk kanë pas, për dallim prej Rambujës kur kanë pas Boris Majorskin. Këtu kanë pas shef zyre Sergej Baznikinin. Kujtohet Baznikini ka qenë me ne në Rambujë, jo fal diplomati impresiv në Oran Zamër. Po së se flinte gjumë mas shumë rakije. Po, në periudhën e parë, domethënë, ne punon mjaft mirë, atësa ishte e bindur që procesi, se ndoshta po ecim shpejt këtyre proceseve që kanë domethënie shumë të madhe për krimin e shtetit të Kosovës, po atësa ishte e bindur që procesi po ecë mirë që do të kryejë gjithçka në vjeshtën e vitit 2006. Do të thotë diku një vit mbasi që e ka marrë mandatin. Edhe se në fakt na pa të përmendë edhe aty në drek. Po, që s'kom ndërmend me zbat për te një viti. Absolutisht. Edhe kishte të drejtë. Po, atëherë fillun ta kritikojnë Ahtisarin, sepse situata u sqaru me Serbinë më herët. Nëse të kujtohet, kjo ka qenë ndarja e roleve. Amerikanët nuk i kanë thënë publikisht Serbisë që Kosova do të bëhet shtet i pavarur, po këto e thënshin anglesht. Kur shkoj ke John Sawyer ka qenë ministri i jashtëm, sekretari i jashtëm, ma vonë pa të bësh shefi MI6-it. Edhe ai folte publikisht midis Beogradit, thoshte Kosova ka më bë shtet. Masimo Dallema, interesant, po ne kemi përmend aspektin e parë që ka qenë me vërtet një njeri diplomat i klasit parë, dhe ai folte publikisht në emër të Evropës, Kosova do të bëhet shtet i pavarur. Do thonë, duhet përgatitej terrenin në Serbi që Kosova duhet të bëhet shtet i pavarur. Po në atë kohë në pushtet kanë qenë një binom i çuditshëm. Boris Tadiçi ka qenë president, Vojislav Koštunica ka qenë kryeministër. Ju frikojshin njëri tjetrit, do ta shohim ne më vonë në delegacion që njëri na folke dorë për dorë, ky tjetri s'do ke marrë me na fol dorë për dorë, as që në zvetin nuk reshin. Edhe ata mendojshin diçysh që do të mund ta tejkalojnë diçysh pavarësinë e Kosovës me një formulë çuditshme që pas zbulu Vuk Draškovićit, nëse s'gaboj, më pak se pavarësi, më shumë se autonomi. Po kur se definon, çka do të thonë kjo? Kjo aritmetik. Aritmetik, po. Kur nuk e definon se kjo leximi logjikshëm që mund t'i bëjë në atë kohë ishte Republikë në kuadër të Unionit Kosovë-Serbi Malzi. Po s'e theshin kur me goja, ëh. Edhe normalisht më vonë ndodh edhe kolapsi me Malnezi, po objektivisht nuk kanë dash kthimin gjithsesi krimin e pushtetit të vet në Kosovë. Kanë ditë që s'mund të udhëheqen me Kosovë, po kanë provuar me bë të farë improvizimesh. Kanë ditë që s'din çka don dhe kanë dashur me një herë ta bëjnë. Me një herë ta bëjnë. Ata dhe kanë qenë pa organizuar në delegacionin e vet, i patën marrë edhe do serb të Kosovës, kujtohet Marko Jakšićin e patën marrë, e Marko Jakšići Sarë do shte Ahtisari me nëndimun nga pak i thashte Marko Sakiti s'ka me shtua, din edhe ai kur filloshte me recitu vjersha, me shkretu, atëherë me të vërtet shishte qarë që ne kemi të drejtë. Ne kemi kalu goxha mirë, nuk mund të them që kemi bë farshime substanciale, ato kanë qenë këtë kuadër të një pakoje të trashëguar nga kaluara, decentralizimi për shembull, krijimi i komunave të reja, pakoja për kishën ortodokse sërbe, po edhe sot e kësaj dita ajo pako nuk është problematike. Aneksi 5. Nëse pajtohesh, po ndërpresim këtu, që të mund të thellohemi pastaj në bisedën tonë të ardhshme të Vjenës që shpihen në pavarësi. Po, pavarësi, po. Faleminderit.